Në vazhdim edhe të sqarimit të prezantimit, ju është thënë qysh në krye të erë që ky ka filluar me një pilotim. Pra, është një proces që do të marrë kohë. Ashtu siç edhe Tirdi thotë që rrugët janë shkatruar dhe me shumë të drejtë, ne në rrugë shkatruar nuk mund të kërkojmë të krijojmë parkime, sepse kjo është afër mendsh dhe e pranojmë të gjithë. Ne po flasim që ky është një proces që duhet fillojë në qytet turistik për gjithë avantazhet që duhet të krijojë parkime pagesë në drejtim të menaxhimit të rrugëve, po dhe ashtu edhe duke ulur dhe trafiku në qytet. Pra ne synojmë nëpërmjet kësaj iniciative që ka kohë që është krijuar dhe nuk është Vlora, qyteti i parë apo dhe nuk do të jetë qyteti i fundit, ne krijojmë këtë SHA me aktivitet kryesor sheshet. Fillimisht, pra do pilotojmë se si do të shkojë në sheshet qytetit. 3 sheshet që grupi punës i ka propozuar, dhe të themi stadiumin e Flamurtarit, po aty ka dhe rezident, dhe për rezidentit duhet të ketë një fleksibilitet ekonomik, qoftë në kompensim, abonim, sepse edhe sot, dhe gjitha pa tjetër, por edhe sot nëse jeni qytetar dhe jeton në një apartament, juve kudo paguani edhe parkimin tuaj e pagoni dhe themi pronarit administratorit të pallatit. Pra kudo parkimi është me pagesë. Do të thotë që dhe rezidenti do të ketë një lloj tarifimi, por që kjo grupi punës dhe si do të qenë mbarvajtja e këtij parkimi e gjithë parkimit do të kalojë në anën ekonomike. Pra ne do të shikojmë riskun financiar se si shkon në qytetarët. Pra duke llogaritur këtu që ajo që dua të them që ka një rezident që e ka lënë makinën aty dhe jeton në Itali, por makinën e ka në para pallatit të vet. Dhe mundet për 1 vit ose 2 vjetësh ai nuk jetë. Ai quhet rezident? Ai quhet rezident? Po. Po pra, po. Patjetër. Pra do të fillojmë sheshe, ne do të pilotojmë sheshet e para. Pastaj pas shesheve, kur ne të kemi rrugë të ndërtuara, pra të themi që kjo rrugë me mbarimin e ujësirës se Tirdi e filloi tek rruga e përfundoi tek uji, mbase me të drejtën e shqetësimit të kësaj, por 65 kilometra që poshtrohet gjithë implementimi i linjave dytësore të qytetit, nuk është dhe një punë kaq sa duket vetëm në kilometra, është një punë komplekse, sepse qyteti e ka komplet rrjetin të amortizuara, diku punët edhe kanë çeduar me ndërtime pa leje, diku kemi bërë ne gabimet tona që koha po i gjykon, dhe gjithë ky proces kërkon edhe korrigjimin e gabimeve, edhe përpara procesin e ujit. Ne jemi drejt fundit të atij projekti, shpresojmë që fillimi i sezonit turistik, ashtu siç dhe ju e keni kaluar në buxhet riasfaltimin e rrugës, po kemi marrë masa që procedurat të nxitojnë në mënyrë që sezoni turistik ne të jemi me mbarimin e ujësirës që ata kanë thënë fundi majt, ne do të fillojmë asfaltimet e rrugës dhe pastaj patjetër do të fillojë dhe parkimi. Ne nuk pretendojmë që në rrugë të shkatruara me të drejtë fillojmë të kërkojmë parkime pagesë. Tani pyetja e dytë e juaj është për bizneset, po bizneset janë një fash shumë e rëndësishme ekonomike e qytetit dhe ne nuk mendojmë që duhet i rëndojmë bizneset me tarifa shtesë, por mendojmë që bizneset mund të kenë akses si qytetar, nëse ai do të zgjedhë që përpara biznesit të vet le të drejtojmë rrugës Vlorë Skel që ka biznese të le të themi me ekonomi kryesisht dyqane veshjesh, dhe ne nuk mendojmë që kjo do të jetë një barë e shtuar për ata, do të mendojmë dhe për këta biznese të ketë një fleksibilitet ekonomike dhe për pagesën e këtyre. Pra është një proces që do të fillojë me sheshe dhe dal nga dal do të bëjmë riskun financiar për çdo lloj fashe ose kategori. Kuptohet që invalidët i ka përjashtuar ligji dhe nuk kemi pse as ta diskutojmë këtu. Faleminderit. Faleminderit kryetare. Tani Sokol. E gjithë projekti që bëhet urbanistika, ne po krijojmë pa krijuar parkime brenda blloqeve, ne nuk mund të pretendojmë që njerëzit do ikin nga rruga do vënë drejt blloqeve. Të gjitha parkimet përpara pallateve do të jenë parkime të sistemuara për rezidentët, të cilët do të sistemojnë. Okay. Do fillosh me vetë. Është nisur një proces konsultimi për gjithë tabelat e qytetit, ku drejtoria e policisë së qarkut të Vlorë
ka nisur iniciativën dhe kemi bërë një grup pune të përbashkët, jemi duke përcaktuar çdo rrugë për tabelat e reja. Ka kaluar faza e parë ku rrugët kryesore të qytetit, policia e qarkut Vlorë ja ka propozuar bashkisë për zbatimin e tabelave dhe kudo ku ka rëndësi të veçantë edhe policat e shtrirë, pra çdo propozim që do të vinë nga policia e qarkut drejt drejtorisë së urbanistikës, infrastrukturës dhe shërbimeve publike të bashkisë Vlorë do të implementohet.